Ende pa u dekretuar si ministër i brendshëm, opozita ka nisur denoncimin e Fatmir Gjafës tek ndërkombëtarët. News 24 mësoi se në drekën e punës që koalicioni opozitar pati me ambasadorët e 8 prej vendeve të Bashkimit Evropian, mes tyre ambasadoren gjermane, denoncoi emërimin e Fatmir Gjafës në krye të Ministrisë së Brendshme, duke e cilësuar atë si një zgjedhje politike, pa ndonjë ndryshim të situatës, ku ky dikaster ishte më parë në ndrejtimin e Sajmir Tahirit. Opozita gjithashtu i bëri të ditur diplomatëve të huaj se për ta, Fatmir Gjafa është kompromis për të mbrojtur banditët dhe trafikun e drogës. Por emërimet e reja në kabinetin Rama nuk ishin e vetmja çështje që u diskutua me ambasadorët. Bashkë me përfaqësuesit e tjerë të koalicionit opozitar, bëm qartë vendimin ton për të mos u tërhequr nga betejë popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme deri në realizimin e kushtit të vetëm të opozitës, që është një qeveri teknike me vullnet të gjerë politik për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Bashkëbisedimi mund të them që ishte shumë i frytshëm, dashamirës, mbështetës për qëllimet europiane dhe europianizuese të qendresës të lëvizjes tonë popullore. Lulzim Basha nuk dha shumë detaje për mediat, por News 24 mësoi se ambasadorët pyeten se si mund të realizohet qeveria teknike dhe a mund të sigurojë stabilitet kjo kërkesë. Opozita sqaroi ambasadorët se qeveria teknike nuk është precedent i panjohur për Shqipërinë, duke sjellë në vëmendje vitin 91 dhe 97, kur palët janë ulur për shkak të situatës dhe kanë gjetur zgjidhje politike, edhe pse mazhorancat ishin solide. Zgjidhje ekstrapolitike për opozitën ishte edhe zgjedhja e presidentit Mojsiu.